Do të flasim tani për fushatën, çfarë po ndodh. Dje ishim në Vlorë me një prej kandidateve drejtuesen e Vlorës, zonjën Zhupa. Sot do të mbetemi përsëri atje, por do të sjellim fushatën dhe gjithçka ndodh në optikën e Arbi Agalliut. Kandidat për djathtas 1912 në këtë zgjedhje. Mirësevjen, faleminderit shumë për kohën, zoti Agalliu. Faleminderit për ftesën. Zoti Agalliu, do doja ta dëgjoja në kufje në fakt, jo në studio, ju lutem. Si duket fushata, zoti Agalliu? Fushata është tash... Nuk e dëgjoj zotin Agalliu, ju lutem. Më dëgjoni? Po, zoti Agalliu, edhe njerë? Atëre, fushata është në fazën e... Kemi hyrë në ditët ku çdo kandidat, çdo subjekt është duke bërë përpjekje për të maksimalizuar votat në qark, por ajo që vjen re është pikërisht një lloj distancimi i qytetarëve shqiptar, sidomos nga përfaqësia e klasës së vjetër politike. Nëse do të bëni, megjithëse ju keni parë dhe sondazhet tuaja, por në qarkun e Vlorës është një specifik ku pjesa dënuese e qytetarëve refuzojnë klasën e vjetër të politikës, një klasë e cila fatkeqësisht jo vetëm banorët e qarkut të Vlorës, por në gjithë Shqipërinë i ka bërë shqiptarët të jenë më keq se sa dihet ta quajmë. Kështu që në këtë kontekst ne jemi duke vijuar punën tonë, kontakte me qytetarët, kontakte me grupet e interesit, kontakte me pensionistë, me të rinj, për t'i shpalosur jo vetëm programin tonë, por për të bërë të qartë qëndrimet tona si deputet në Kuvendin e Shqipërisë në këto 4 vitet e fundit dhe cili është synimi në të ardhmen. Ndaj Denisa më lë të them edhe një herë që fushata vijon intensive, besoj shumë në rezultatin pozitiv në fund të kësaj gare. Kur pyes se si po shkon fushata, flas edhe për fushatën, llojin dhe mënyrën që ju keni zgjedhur të bëni fushatë në Vlorë. Domethënë nuk është një terren që nuk e njihni, se e keni kaluar tashmë një mandat si deputet i këtij qarku. Megjithatë, problemet 2021, 2025 mbeten po të njëjtat, zoti Agalliu? Problemet janë edhe më të agravuara se në 2021. Në qarkun e Vlorës janë mira individ që janë larguar në këto 4 vite. Madje mund t'ju them nga konkluzionet më të rëndësishme të takimeve që kanë bërë ditën e djeshme është mungesa e aktiviteteve për të rinj dhe për fëmijë në qarkun e Vlorës, sidomos në qytetin e Vlorës. Pra një fëmijë apo një i ri nuk ka çfarë të bëjë në këtë qytet, sepse nuk kemi terrene sportive, sidomos terrene sportive të mbyllura. Nuk kemi një bibliotekë apo një qendër kulturore, një qendër inovacioni, një qendër digjitale. Nuk ka një kinema. Pra një individ, një familjar, fëmijën e vet është i detyruar ta lejë të ende të rrugëve të qytetit, sepse mungojnë thelbësisht institucione të cilat mund t'i mbajnë të rinj larg rrugës dhe për të shtyrë ata në rrugën e dijes. Mungojnë qendra të formimit profesional apo të aktiviteteve alternative për këtë grup mosh. Por mos të thënë që ka një largim masiv dhe një ankesë tjetër apo problematik tjetër e grupit të bizneseve në qytetin e Vlorës është pikërisht mungesa e individëve sidomos në sektorin e shërbimit. Dihet që Vlora ka një rrjet të zgjeruar hotelerie apo dhe restorantesh, sidomos në sezonin e verës, ata kanë mungesë të theksuar të kapitalit human. Dhe kjo vjen si largim i të rinjve nga ky vend. Tjetër problem për sa i përket sektorit të turizmit është mungesa e bujqësisë apo dhe peshkimit në këtë qark. Pra ne kemi që vjen si pasojë e këtij qeverisjes, largime masiv dhe nuk ka individ sot të merren me bujqësi në qarkun e Vlorës. Pra ti nuk mund të bësh turizëm pa zhvilluar paralelisht dhe bujqësinë. Pra ne presim italianët të vinë në Vlorë të mos hanë djathin e zonës, por t'i ofrosh mozzarellën. Kështu që në këtë kontekst është shqetësim real. Për të mos kaluar pasaj tek ajo shtresë e shoqërisë që nuk ka mundësi të mbylli muajin Denisa, sepse problematikat janë të shumta, duke filluar nga mungesa le të themi në sektorin e shëndetësisë, në sektorin e arsimit. Ka shkolla të tëra që janë mbyllur në qarkun e Vlorës apo dhe në qytetin e Vlorës. Mund t'ju përmend vetëm 3 zona: Radhimën, Dukatin dhe Tragjasin, që janë lagjet e Vlorës, nuk mund të quhen fshatra, por lagjet e Vlorës, të cilat i kanë mbyllur tashmë shkollat e tyre. Nuk ka më asnjë fëmijë aty që shkon në shkollë.
dhe kështu dhe Ducati, por garantias Orikumi, që është një qytet që do duhet të kishte jetën e saj totalisht të pavarur nga pikpamja ekonomike me ç'ndodh të vërdall, sot nga një gjimnaz, po themi, me shumë student, është katandisur me numër shumë të reduktuar nxënësish. Po kështu dhe shkollat në Vlorë. Kemi reduktim të theksuar të nxënësve. Pra disa problematikat janë të shumta, që nga po i rendis shkurtimisht, mungesa e kapitalit human, mungesa e sigurisë ushqimore, krimi bandat që lëvizin lart e poshtë në qytet, kemi mungesë në infrastrukturë, kemi mungesë theksuar në sektorin shëndetësor, në sektorin arsimor. Pra të gjitha këto shoqërohen nga fakti që të rinjt largohen nga ky vend, nga fakti që ata që qëndrojnë nga pikpamja ekonomike janë më keq se sa dje. Kështu që dhe për të vënë kapakun është pikërisht korrupsioni i lartë në administratën publike. Qytetarët kanë kaluar në kurizin e tyre presionin nga administrata publike për të marrur shet në shpërblim të një shërbimi që ata kërkojnë. Pra këto janë elementet që... Zoti Agalliu, kush janë bandat në Vlorë? Kush janë bandat që qarkullojnë në Vlorë? Kush janë bandat që qarkullojnë në Vlorë? Atëre, shiko, po të lexoni raportin OSBE-Odirit dhe në zgjedhjet e kaluara, qytetet apo më saktë kjo qeveri ka patur problematika, apo procesi zgjedhjeve më saktë ka patur problematika që nga shitblerja e votës, ndryja administratës publike, presioni në administratës publike tek qytetarët në mjet procese të ndryshme legalizimit, punësimit dhe kështu me radhë. Madje kemi dhe njerëz të arrestuar nga administrata publike në sidomos institucionet cilat nuk gjetën paqe kur në qytetin e Vlorës, siç është hipoteka. Kështu që në këtë kontekst mjafton të shikohet historiku dhe kuptohet, por siguria në vend është në ditën e saj më të keqe. Mjafton të shikoni çka ndodh në 24 orët e fundit, ku plagosen fëmijë, ku ndodhin vrasje, s'po flas për siguri rrugore që është një problem më vetë. Po ju folët për banda që qarkullojnë në qytet. Kush janë? Se përderisa i shihni do të thotë që e njihni. Edhe një herë. Janë individ të cilët janë afër qeverisë, janë individ të cilët marrin fonde publike, janë individ të cilët ushtrojnë presion ndaj zgjedhësve. Biznesmen, përfaqësues të pushtetit lokal, pushtetit qendror. Janë individ që janë lidhur qoftë me pushtetin lokal, qoftë me pushtetin qendror. Janë individ që nuk njohin majtas apo djathtas, janë individ të cilët kërkojnë të qëndrojnë në treg nëpërmjet presioneve dhe atyre tipareve që karakterizojnë këtë lloj grupimi. Por ne kemi bërë denoncimet përkatëse dhe në fushatën e kaluar dhe në këtë fushatë jemi duke monitoruar dhe kemi bërë thirrje, po vijojmë të bëjmë thirrje qytetarëve dhe në gjë momentin të bëjë një thirrje të mos tjetër të denoncojnë, qoftë shitblerjen e votës, qoftë presionin e administratës publike, qoftë heqjen nga puna apo premtimi për një legalizim, që një proces s'ka ndodhur në qytetin e Vlorës dhe vuan qytetarët e Vlorës të lloj procesi. Kështu që Denisa, kjo dihet sepse qeveria do të bëjë çdo përpjekje për të maksimizuar votën, por nga ana tjetër fatkeqësisht shikon dhe në një subjekt që pretendon të jetë alternativa, që vendos njerëz për të blerë votën. Kemi rastin e Lushqes ku një individ blinte votën për Partinë Demokratike me 500 euro. E kupton ku ka arritur? Pra, opozita që do duhet të jetë alternativë dhe shpresë, do duhet të japi garanci, kërkon të blejë votën. Kështu që në këtë kontekst shqiptarët e kanë kuptuar që klasa politike e vjetër është bashkë, kërkon ta mbaj pushtetin me dhunë, ndaj unë më bëjë qytetarëve shqiptar ta ndëshkojnë klasën e vjetër politike dhe pastaj zgjedhjen e bënë ata, votojnë për numrin 9 djathtas për zhvillim apo votojnë për një subjekt tjetër, janë në të drejtën e tyre, por unë ju bëj thirrje të ndëshkojnë një klasë politike që nuk la hapësira jo për të rinë në moshë, por për të rinë në mendim, për të rinë në energji. Nga takimet që ju keni çdo ditë edhe me qytetarë të Vlorës, dhe me qenë se këtë herë ka disa alternativa në listë, pra nuk flasim vetëm për PS dhe për D, janë të kënaqur, do të thënë i pëlqen fakti që kanë alternativë? Do të thënë, nëse nuk e çojnë votën, nëse nuk e bëjnë votën të pavlefshme.
I pëlqen ideja që nuk janë të detyruar më të zgjedhin mes PS-s dhe PD-s, por kanë dhe alternativa të tjera? 7 nga 10 qytetarë, sipas sondazheve tona në qytetin e Vlorës apo dhe në qarkun e Vlorës, 7 nga 10 qytetarë refuzojnë dhe janë të pakënaqur nga kjo qeverisje po dhe nga Partia Demokratike. Dhe ne shpresojmë shumë që ky vullnet i tyre, pra kjo gjendje e tyre, të reflektohet në kutitë e votimit. Pse e shpresojmë të gjithë do bëjmë çdo gjë që ta mbrojmë votën e tyre, sepse presioni i shëritur, po të shikoni ka sot në shtabet elektorale të Partisë Socialiste funksionar të lartë administratës publike. Sot drejtuesit e administratës publike në qarkun e Vlorës nuk I ke në zyrat e tyre, po I ke 24 orë në fushat. Nuk mundet të stopoj punën shteti, qeveria lokale apo qeveria qendrore se ka një fushat. Spitali duhet të funksionojë, hipoteka duhet të funksionojë, policia duhet të funksionojë, OSHE-ja dhe ujësisë duhet të funksionojnë. Pra në këtë kontekst bashkitë duhet të funksionojnë. Ajo që po ndodh është pikërisht rritja e presionit nga qeveria, sepse qeveria I ka instrumentet për të rritur presionin nga qytetarëve, rritja e presionit për të deformuar votën në 11 maj. Kështu që ndaj ne kemi bërthirje dhe bërthirje qytetarëve të tregojnë të zgjuar, të mos intimidohen, të mos bien pre provokimeve, por të qëndrojnë në të drejtën e tyre dhe mos ta shkëmbejnë votën me atë vendin e punës apo me një pagë e cila do t'i mbajë frymën gjallë për 4 vite të ardhshme. Ne kërkojmë të themi dinjitetin për qytetarëve, ne kërkojmë që të votojnë ata individ që nuk kanë të shkuar korruptive, nuk janë përfolur as për tendera, as për dogana, as për tatime, as për sekretar të përgjithshëm ministrive, ministra apo ish ministra. Ne kemi bërë një listë me njerëz që besojmë janë me integritet. Në qytetin e Vlorës koalicioni Djathtas për Zhvillim përfaqësohet nga të rinj dhe të reja profesionistë, mjek, inxhinier, sportistë, të cilët nuk kanë marrë një lek nga buxheti I shtetit, por kanë qenë kontributor për qytetin e tyre. Ndaj, shpresoj shumë që qytetarët të arrijnë dhe ta bëjnë këtë dallim. Zotja Galliu, edhe diçka të fundit se ju folët që keni sondazhet tuaja për qarkun e Vlorës, kurse kanë edhe socialistët edhe demokratët. Sipas zotit Çuçi, këtë herë Partia Socialiste në Vlorë bën histori dhe merr 9 mandate, për t'ia lënë 3 Partisë Demokratike nga 8 me 4 që janë aktualisht, ndërkohë që demokratët nga ana e tyre thonë që Vlora mbyllet me rezultatin 6-6. Pra ne marrim 6 mandate, 5 I kemi siguruara dhe 1 e sigurojmë nga vota e diasporës. Pra PS thot rritemi, PD thot rritemi me 2 mandate, po për të tjerët nuk mbetet asgjë pastaj. E para unë du të them që PD-ja fatkeqësisht do të ketë rezultatin më të keq në histori. Sepse në 2021 kur ne të gjithë ishim bashkë, në Vlorë morën 4 mandate, unë isha I 4 në listë, dakord?